Shalom, shalom të gjithë ju që po e ndiqni këtë mesazh. Lutem Atit që të jetë bekim dhe të jetë inkurajim, të jetë një formim akoma më i afërt, më i thellë në njohurinë e Atit dhe Birit të Tij që ka dërguar. Mora shkak nga një mesazh mbasi dërgova një nga mësimet e mia një personi dhe ajo ishte në mëngjesin e saj dhe normal që percepton në frym, në zemër situatën e familjare të saj dhe ngarkesën që ajo ka. Dhe me njerë mediton në shkrimin, me njerë mediton dhe shikon aspektet frymërore që vetë shkrimi na thotë, që Bibla përcakton jetën e një besimtari, jetën në rrugët e tija. Po meditoja në psalmi 25, shkrimi thotë që Ati Jahve do mësoj rrugën në këtë rast të mëkatarëve dhe do të drejtojë në shtigjet e tija. Dhe thotë që rrugët e Atit janë mirësi dhe vërtetësi për të gjitha ata që zbatojnë urdhërimet e tija, beslidhjen e tija dhe porositë e tija që janë për jetën tonë. Porositë e tija janë të vërteta. Porositë e tija janë mirësi, sepse janë për të mirën tonë, thotë prapë karakteri Atit që shprehet në faqet e para të shkrimit të Biblës. I pamë dije dhe i prekëm, ndoshta ju keni parë për pak ndoshta dhe mësimin që sapo postova në të njëjtë platformë ku ti po e ndjek, ku fola për aspektet e hyrjes, si mund të hysh në atë ditë në mbretërinë që po vjen. Dhe masandaj mund të prekim Mateun 19 apo Lukën 10, por duke u rikthyer në atë vajtimin e zemrës time për jo vetëm për këtë motër në këtë rast që ndodhet në pjesën perëndimore të Europës, por dhe për shumë që shikoj dhe vajtoj dhe her pas here ti më shikon masandaj që të dërgoj diçka, sepse kohët janë të tilla, orët janë të tilla që Ati po thërrejt në zemrat tona. Vlla motër shqiptar, kudo që ndodhesh në çdo vend të cepit të botës ndodhesh, kudo që Ati të ka shpërndarë, për ju që jeni në diasporë. Fjalë të urta 26 vargu 2 thotë që Arabeli fluturon ande këndej, dallandyshja fluturon, por thotë mallkimi pa arsye në këtë rast nuk ka efekt në atë person. Çfarë do të thotë? Do të thotë që ka një legalitet që Ati ka vendosur në ato instruksionet e tija që janë në këtë rast dhe fjalë të urta. Sepse thotë që ky zog vazhdon të fluturojë, por nuk qëndron akoma. Kështu thotë dhe një thotë në këtë rast, një mallkim në jetën e një personi nuk qëndron, kur ai thotë në këtë rast nuk ka hapur shkak. Dhe shkaku i madh që unë dua të bisedoj me ty dhe për ty motër që ndodhesh në pjesën e perëndimore të Europës. Dhe për shumë prej nesh, arsyeja që neve mund të bijem pre dhe çdo masandaj manipulimi që ndodh në principatat, në pushtetet në këtë rast dhe çfarë godasin si ti e shikon në vendin ku je, është sepse ka të bëjmë në këtë rast me atë mëkatin. Tani kur vllai përmend mëkatin masandaj nuk mund të mos u shqetëso, mos u diskurajo, sepse ka një urtësi që shkrimi na thotë për këtë aspekt. Ne para në këtë rast, letra e parë e Gjonit 3:4, kapitulli 3, vargu 4, thotë që mëkati është shkelja e instruksioneve të Atit, shkelja e urdhërimeve të tija, shkelja e fjalës e ligjit të tija, thotë specifikisht, thotë e para Gjonit 3:4, i cili citovi masandaj Levitikum 4:2 dhe numrat 15, që prapa apostulli Shaul përmend në Hebrejt 10:26 deri në 31, për na vënë ne në ndërgjegjësimin tonë, për na vënë neve në rrugën e drejtë, sepse Ati dëshiron që ti të ecësh në rrugën e drejtë.
por cila është rruga e drejtë. Rruga e drejtë është vullneti i tij, është karakteri i tij, është zemra e tij për secilin prej nesh që përmendin emrin e Mesias. Por po them emrin e tij, Mesia do thotë i vajosur, ti je i vajosur. Unë e di motër ti ku ndodhesh aty në situatën tënde dhe je e mbushur me të rast me çdo betejë të mundshme që ndodh për shkak gjithashtu dhe të fëmijëve që kemi, apo në këtë rast edhe janë dhe shumë të tjerë në të njëjtën situatë sepse janë prindër vetë. Por shkrimi thot hapurazi dhe flet në Eksodin 20 dhe në këtë rast në ligjin e përtërirë 6 apo 7 që ati kërkon devotshmërinë tonë që të zbatojmë urdhrimet e atij ligjit. Por tani në këtë moment që ti po dëgjon fjalën ligji, masandaj neve të kuremi dhe masandaj disa ndoshta janë larguar tash sepse kanë parë diçka që po flisnim për mëkatin dhe duan masandaj diçka tjetër. Por për ta marrë atë diçka e mirë, ne duhet të shikojmë çfarë principe na thot shkrimi. Çfarë thotë legaliteti i atit që është i përsosur në çdo aspekt që dëshiron ai të na bekojë në jetën tonë. Në Eksodin 20 thot shkrimi që ati është i mirë dhe i drejtë, thotë, dhe do shpreh mirësinë e tij për mira që duan dhe zbatojnë urdhërimet e tij. Ato urdhërime që Gjoni citovi e para Gjonit 5:3 që tregojmë dashurinë e vërtetë për kufizimin biblik të çfarë është dashuria. Dhe nuk janë të rënda, thot apostulli. Por ati thot dënon pa drejtsinë e hetërve të tretë dhe të katër gjeneratë, thot, për ata që nuk ecin në urdhërimet e tij. Dhe ndoshta mësimin ti ndoqë pak këtu postimin që bëra në Facebook, o ndoshta disa për jush e ka ndekur dhe në YouTube. Psalmi 25 flet shumë hapurazi për atë legalitet, që ati thotë do japi rrugën e tij, do japi mirësinë e tij për ata në këtë rast që duan dhe zbatojnë urdhrimet e tij, ata zemër butë që do në këtë rast rezultat gjithashtu do trashëgojnë në tokën atë ditë. Në shërbesën e mal, Mesia Jeshua përmend në vargun 5 thotë që zemër butët do trashëgojnë tokën. Citovi Psalmin 37. Dhe me njëri shkojmë në Psalmin 37 dhe shikojmë që për të marrë të banesën e përjetshme që është përgatitur nga vetë Mesia Jeshua, thotë që neve çfarë duhet të ecim në ato urdhërimet e atij ligjit që janë të përsosura. Sepse më vonë tregon shkrimi vetë në Psalmin 37, thotë, sepse në atë zemrën e atij të drejtit ishte ligji i atit dhe ai person nuk rrëzohet. Ai person nuk bie pre e mashtrimit. Përse? Sepse ai ka ruajtur lavdërimit të tij. E ka pranuar fjalën, urdhërimet e atij ligji, siç thotë fjalët e urta 2 apo fjalët e urta 4 që bëra mësimin, duke pranuar urdhërimet e atit, duke pranuar integritetin e tij, duke pranuar zemrën dhe rrugët e tij të përsosura, porositë e tij, urdhërimet e atij ligjit. Atëherë thotë që ai person nuk do lëkundet, nuk do bie, dhe ati do ta mbrojë me krahat e tij, do ta mbrojë me mirësinë e tij, do të erri bekimet në jetën e tij. Por çfarë shikojmë sot atëherë në jetën tona ne si prindër që jemi drejtuesit e familjes tonë, që fëmijët tanë të gëzojnë në vëlla motër shqiptar. Ti duhet të marrësh përgjegjësinë tënde në jetën tënde, që të shikosh ato urdhërimet e atij ligjit. Sepse ato urdhërimet e atij ligjit do të bëjnë masandaj të marrësh legalitetin e atit, mirësinë e tij që ka vendosur që ne ligji i përtërirë 27 deri në 30 kapitujt, ku ati flet të lirshëm për çdo aspekt frymëror në jetën tonë. Në qoftë se do zbatojmë urdhërimet e tij, biles në ligji i përtërirë 28 thotë që duke dëgjuar me zell zërin e tij, atëherë në këtë rast sot duke zbatuar të gjitha urdhërimet e tij, do të ndodhë që, thot shkrimi, do të ndodhë që, masandaj shikon 16 vargje të bekimeve të tij, mbrojtjen e tij, ushqimin që nuk do mungojë në tavolinën tënde, rroba që do kesh veshur, nuk të mungon asnjë gjë. Por me të thënë vëllai diçka për punën e ligjit, masandaj neve vrapojmë me njëherë
në një Krisht që Bibla nuk e ka folur, për shkak të mësimeve që kemi marrë gjatë viteve. Prandaj motër ti që je në këtë rast në jug perëndimin e Europës, unë lutem Ati dhe shumë të tjerë, por u mora shkak nga ju zë që dërgove që në mëngjes, sepse vajtimi tim në zemrën time është i madh për gjërat që neve duhet të kuptojmë dhe të largohemi prej. Të largohesh prej çdo mësimi tjetër, prej çdo lloj denominacioni, vëlla e motër shqiptar, që nuk përben shkrimin. Gjërat filluan të shtrembërohen në vitet 300-400 basikeve të apostujve, që nuk dua të hyj në detaje me çdo lloj këshille fetare që filluan në atë kohë, me çdo lloj lindje të kulteve të ndryshme që sot shikojnë dhe masandaj mbahen peng njerëzit. Mbahen peng sepse Ozea thot haprazi që si mbahen peng njerëzit. Mbahen peng duke braktisur ligjin, masandaj njeriu thot bie poshtë, humbet thot, për shkak të mos marrjes së asaj njohurisë që Ati ka vendosur. Është njëjtë kontekst dhe harmoni që shikojmë me Eksodin 20, që fliten urdhërimet e Tija, që ne të gëzojmë mirësinë e Tija. Her pas here u mundohem të trokas në zemrën tënde, sepse Ati po vendos mirësinë e Tij, mëshirat e Tija, që ne të kthehemi në urdhërimet e Tija dhe kështu nuk mëkatojmë. Por duke vazhduar masandaj të mbajmë të njëjtin qëndrim, apo bëjmë që ato duart kështu, lavdi Ati as nuk e ke parë motër në fundit mësimin. Nuk është një këngë, një adhurim përpara shkrimit, përpara ecjes, devotshmërisë, të gjërave të praktikës që neve mund të bëjmë dhe duhet të bëjmë në jetën tonë të përditshme. Ato do të tregojnë dashurinë e vërtetë ndaj Ati në këtë rast që ti deklaron që e dua birin e Tija, por menjëherë shikojmë që ai birin që ti deklaron në këtë rast, ti po deklaron që ai e hoqi në këtë rast thot atë ligjin, hoqi sabatin, hoqi festat. Si hoqi ky Krisht misterios? Ai praktikovi vetë ato gjëra. Ai mbajti ato gjëra. I mësoi në Izrael ligjin e përsosur të Atit duke qenë çfarë? Panjolla, thotë Psalmi 119. Psalmi 119 vargu 1. Lum, thot shkrimi, lum ai që është, thotë, panjolla, sepse ecën në ligjin e Jahve. Ai se qingji panjolla, patumeta. Çfarë eci, në çfarë praktikovi Mesia, vlla, që po drejton asamblen tënde? Çfarë mësoi në Izrael për ato vitet e fundit? Dhe çfarë mësoi Ati për ato 30 vjetet e para? I mësoi rrugët, urdhërimet, ligjin e Tija. Dhe shkon masandaj dhe qorton farisejnë të kohës që kishin anulluar ligjin e Marku 7, Marku 2, Mateu 25 apo 23, 15. Marku 7 thotë që ata kishin braktisur ligjin e Atit për traditat e hetërve të tyre. Traditat e hetërve që ishin dogmat, që ishin urdhërimet nga njerëzit, të njëjtët koncept që shikojmë në Kolosianë 2, në Efesianë 2, që janë urdhërimet e njerëzve që ai i hoqi tutje, që ne të miqësojmë me njëri tjetrin dhe me të gjitha ata që do pranojnë birin e Tija, që beslidhja e re erdhi për 12 fiset e Izraelit, që thot Jeremia 31. Këto janë vargje dhe këto janë mësime dhe gërmimi dhe leximi personal që ti dhe unë duhet të bëjmë. Me një shikon në Kolosianët që ka një kuptueshmëri që në vargu 4 dhe 8, që ne duhet të largohemi prej joshjeve, për preje që mund të vijnë në njerëzit me çdo lloj manipulimi, me filozofitë e njerëzve, doktrinat në këtë rast për njeriut, urdhërimet e njeriut, filozofia dhe mashtrimet e kota të kësaj, principet e kësaj bote, me pak fjalë, mashtrimi i të dytërave e Korintasve 4:4 që Satani ka verbuar këtë botë, thot që nuk janë sipas ecjes së Mesias, o shkrimi. Në vargu 9 të mos gaboj. Dhe vjen për të thënë që
këta lloj personash, këto lloj manipulimesh, nuk duhet të gjykojnë ty, thot, që praktikon drejtsinë që sapo e përmendëm në ligji në këtë rast të i përtrirë 6 apo 10 në Psalmin 119 që thamë për të qenë panjolla në robën tonë, duhet të ecim në atë ligjin e tij, dhe apostulli Shaul po i thotë të kishës në Kolose për t'i thënë këta lloj grup personash, filozofi të mashtrimet e kota, urdhrimet e njerëzve, mos ju gjykojnë ju që dëshironi të jeni panjolla, që doni të mbani në këtë rast sabatin, ushqimet, festat e tia, henat e reja, që është një hije atyre gjëra që do vinë, dhe me njërë ti shko shikoje tani, vlla motër, shko shikoje tani, shko shikoje në Isaia 66, hija e gjërave që do vinë, sepse me njërë kemi kontekstin e Isaia 66, thotë, që kur unë do bëj qellin e ri, thot ati, dhe tokën e re të restauruar, thot, masandaj, thot, nga një hen e re në tjetrën, nga një sabat në tjetrën, do më vinë të madhurojnë mua, thot Jahve ushtrive. Dhe me njerë shikojmë interpretimin e Kolosianëve 2. Me njerë marim kuptueshmërinë. Kuptueshmërinë që na duhet në këto orë të fundit, për ta interpretuar shkrimin çfarë thotë apostulli, që nuk eshte me njolla, vëlla që po drejton, sepse ai po zbatonte ligjin, dhe e tha masandaj hapërzi të tëra të shkelit e ligjit që filluan në Romakëve 1 apo në fillim të Romakëve 2, që përcakton thot, vëllezër thot, mos blasfemoni emrin e Atit, thot, duke shkelur ligjin. Në Romakëve 2, 23-24. Dhe pak më përpara në vargu 13 të thotë që masandaj nuk është i drejtë ai që dëgjon ligjin, thot, pa është i drejtë ai që zbaton dhe në atë ditë do të shfaqsohet. Do të marrë ringjalljen, thot, njëre për gjithmonë do të shfaqsohet, nuk po flet për hyrjen në këtë rast se një person mund të hyjë në atë besdidhjen, që ati dëshiron të tregojë mëkatarëve rrugët e tija, të mësoj urdhrimet e tija që ata të mos mëkatojnë, si sa dhe Davidi. Hyrja në besdidhje përben pendimin, ndalimin nga shkelit e ligjit, që përben mëkatin. Masandaj besimin tek Mesia Jeshua që nuk anullovi ligjin, sepse do të na duhet për dishiplizimin tonë. Dhe me njerë merë urtësinë, me njerë shikon që principet frymërore dhe themelit e shëndosha janë për para nesh. Në fjalë të urta 4, vargu 18 të thotë që flet për atë urtësinë që ta njerëz që do vazhdojnë të ecin në urtësinë e atij ligji të përsosur, këta të drejtët, do ndriçojnë më shumë, thotë, deri në ditën e përsosur. Deri në ditën e përsosur. Kur është dita e përsosur? Kur të vi Mesia në ringjalljen që do na japi. Për ata që do zbatojnë urdhrimet e Atit të vetë, siç ai i praktikovi, duke qenë dhe ai panjolla, si stamën e Psalmin 119 të vargu 1. Do me thënë, për neve që ka një struktur tjetër, vëlla motër, për ne që ka një dishiplizim tjetër, ndërkohë ne themi që do të ndjekim gjurmët e tija, të ecim siç ai eci, si sto dhe Gjoni dhe para Pjetrit 2, siç i dim ato vargje. Por masandaj me njerë neve marrim disa gjurmët të tjera, marrim disa shtegje të tjera, marrim disa mësime të tjera. Gjitha këto mësime që janë demonike, për të thënë që tani Ati po punon ndryshe me ne, sepse punovi ndryshe me ta, ky quhet dispensimi, quhet ndarja. Ati po vepron masandaj në epoka të ndryshme në këtë mënyrë. Mos ndoshta që Ati ndryshoj karakterin e tij. Mos ndoshta për kufizimi biblik që çfarë është mëkati, ndryshoj mbas kryqit. Mendo për një moment, vëlla motër. Mos ndoshta mëkati për kufizimi në këtë rast i para Gjoni 3:4 që është shkelja e ligjit. Ndryshovi mbas kryqit. Ati beri një besdidhje të restauruar
me ne dhe me popullin e tij në të njëjtën kohë që ne jemi pjesë e asaj qytetarisë së Izraelit, do thotë që je predispozuar për të hyrë në atë mbretërinë që do zbresi, qyteti i ri, Jeruzalemi i ri që është aty lart në qiellin e tretë. Dhe do zbresi kur të hapet kjo kupa qellore që shikon dhe ujin e ke lart. Prandaj shikon që ja ku është uji. Prandaj shikon qiellin që është blu. Sa na filla 1, 5 dhe 6 të thotë. Çfarë mbetet të vlla motër që po e dëgjon të pjesën e dytë? Çfarë mbetet? Mbetet thotë tërësia e njeriu thotë predikuesi 12. Vargje 13-14. Kjo është tërësia e njeriu që ne të kemi frikë nga Ati Jahve dhe të zbatojmë urdhërimet e tij. Sepse Ati thotë do gjykoj çdo gjë të mirë të keqe që është fshehur thotë. Ecja tënde personale që fëmijët tanë të gëzojnë trashëgiminë e vërtetë, që ne du t'ja mësojmë ato urdhërimet e atij ligjit, që Ati ka folur që janë të përjetshme. Ndërkohë ne themi nuk janë me. Ndërkohë Ati thotë në Psalmin 119. Lum njeriu thotë. Lum njeriu. Ndërkohë neve themi jo, ai njeri nuk është i bekuar, ai njeri nuk është të mirë me Atin, sepse ai nuk duhet të zbatojë ligjin. Kështu themi neve. Kështu të kanë mësuar. Dhe masandaj zemrojë dikush sepse i themi që to janë mësime të gabuara, që po mëson të tjerët. Ndërkohë Ati thotë, lum njeriu që ecën me ligjin e tij, se është panjolla thotë. Sepse dimi që mëkati na bën me njolla, do thotë që mëkati që është shkelja e atij ligjit, na bën me njolla. Kurse Ati thotë, paje robën tënde, ecjen tënde, jetën tënde, zemrën tënde thotë, pa njolla, duke ecur në ligjin tim. Prandaj fola në këtë rast për që mëkati për kufizimi nuk ka ndryshuar që nga dhjata e vjetër në dhjatën e re, sepse Mesia u ringjall. Mesia u ringjall që na japi jetën e përjetshme, sepse ai është në gjendje dhe ka autoritet nga Ati që na ringjalli në ditën e fundit. Për ata që do ecin sipas vullnetit të Atit tha, ata do gëzojnë në mbretërinë e qejve. Dhe shikon me një detajt, masandaj shkon në Luka 8:20, shkon në Luka 11, që vullneti i Atit Jahve është që të zbatojmë urdhërimet e atij ligjit, që janë të përsosura. Dhe kështu je në beslidhje me Mesian, kështu je në beslidhje me Atin që thotë prapë të njëjtin aspekt tek Psalmi 25. Dhe kështu Ati na mëson rrugët e tij, thot kujt? Mëkatarve në këtë rast pëse, sepse ata mëkatar nuk po ecin në shtigjet e tij, si thot masandaj fjalëtorta 4. Ata mëkatar nuk po ecin në rrugët e tij, Ati dëshiron në këtë rast të mësojë udhëzimet e tij, që ata të marrin jetën e përjetshme në fund të fundit. Por ai person, ne duhet të bëjmë zgjedhjen tonë që të kthehemi në ato urdhrime të atij ligjit. Që betejë më e madhe që ti dhe unë kemi është shkelja e ligjit, është mëkati themi, por nuk japim kuptueshmëri fjalëve. Dhe ngelen masandaj fjalë ambigue, ngelen pa dhënë kuptueshmëri dhe vazhdojmë masandaj kërcejmë me gjëra që Satani godet jetën tona, godet familjet tona, fëmijët tanë. Që i shikon sot. I shikon fëmijët e një gjenerate që nuk do të eci prindin në rast të parë në urdhërimet e atij ligji, sepse thotë u kryqëzua. Po nga dalin këto mësime u kryqëzua? Çfarë do të thotë vlla motër që ti po thua është kryqëzuar? U kryqëzua integriteti karakteri Ati që ne duhet të ecim në rrugën e drejtë me anë të atij ligjit? Romakëve 2:13. Romakëve 2:23-24, i lexon këto shkrime, ndoshta do t'i postoj këtu poshtë. Shikoj në ekran. Çfarë thotë Romakëve 2:23-24? Që duke shkelur ligjin, si e shikon të nënvizuar, shnerojmë Atin Elohim, në këtë rast thotë dhe emri i tij blasfemohet ndër kombe ku jemi. Që jemi shpëndarë ne si migrantë shqiptarë. Apo ati ku je në Shqipëri. Çfarë thot shkrimi në ekran?
A kemi sensibilizim në zemrat tona? Do të vazhdosh të blasfemosh emrin e Atit? Do gëzosh jetën e përjetshme në atë mënyrë? Më thuaj, shikoj, pranon shkrimin, sepse sot, kur nuk pranojmë shkrimin mas andaj si do pranosh çfarë do vijë prej tia? Sepse ai lart nuk të pranon ty dhe mua kur neve nuk pranojmë shkrimin që e ke në ekran. Sepse është fjala e tij që është për jetë e themeluar në qiell. Ligji përsosur që Satani e shkeli i pari, e para Gjoni 3 thot, që në fillim ai mëkatoi. Me në njërë ne ndalojmë, them, ok, mëkatoi, çfarë do të thotë? Që shkeli ligjin e Atit, që ishte themeluar për jetën në qiell para se njeriu të krijoshe, para se Adami të krijoshe. Dhe ju mësua për ato 7 vjet, para se të binte në mëkat, në shkeljen e atë urdhërimeve të Atit. Dhe erdhi çfarë? Erdhi vdekja. Por duke blasfemuar emrin e Atit, duke shkelur ligjin e Tij, ku na çon ajo gjë? Nuk na çon në vdekje? Po flasim për vdekjen e dytë në liçen e zjarrit, sepse vdekja e parë do ta kalojnë të tërë. Mesia vetë kaloi vdekjen e parë. Por Hebrejnë 5 thotë që Ati ringjalli për shkak të devotshmërisë, për shkak të çfarë? Të urdhërimeve të atij ligji që ai mbajti duke qenë pa njolla, pa të mejta. Dhe shkon pastaj në Luka 1, shikon vargjet 5 dhe 6, prindit e Gjon Pakzorit ishin pa njolla, pa të mejta, duke ecur në të gjitha urdhërimet dhe ligjet e Jahve. Salmi 119 në njëjtë kontekst. Pa të mejta, pa njolla. Shkojmë në Titi 1 vargu 7. Kemi mbikëqyrësin që është administratori i shtëpisë së Atit. Çfarë ndodh? Si do të jetë ai? Themi pa të mejta. Çfarë do të bëj ai? Ai pas ka një strukturë tjetër, domethënë ecja e tij është ndryshe. Domethënë ai është tashmë pa njolla, pa të mejta, rroba e tij është e pastër. Me një sapo vendos atje. Dhe nga kush u vendosë pyetja madhe pastaj. Por ai thotë që duhet jetë pa të mejta, çfarë? Që ai duhet të ecë në urdhrime në ligjin e Atit e përsosur. Kështu ai nuk mëkaton për veten e tij, kështu mëson familjen e tij, kështu mëson ata që në këtë rast e dëgjojnë, që shpëton veten e tij dhe ata që dëgjojnë. Si thotë para Timoteut 4:16 mos gaboj. Që konteksti është të kushtojmë vëmendje leximit të shkrimit në vargu 13. Para Timoteut 4. Leximit të shkrimit. Kush është shkrimi? Me një bëj pyetje në video Bibla. Shkrimi në kontekstin e parë Timoteut 4 apo në dytën e Timoteut 3 është ligji përsosur i Atit, çdo gjë që ishte që ata kishin dhe Timoteu e kishte që nga fëmijëria. Është ligji dhe profetët që ata kishin. Dhe apostulli Shauli këshillon pastorit Timoteo si thotë që vëlla, kushtoi vëmendje leximit të ligjit dhe të profetëve. Dhe kështu ti do themelohesh për veten tënde, kështu do t'ja mësosh të tjerëve dhe masandaj ata mund të shpëtohen, se po ndikin doktrinë e shëndoshë, siç kemi në Titi 1:7, që ai drejtues si administratori i shtëpisë së Atit do jetë në gjendje me atë doktrinë e shëndoshë të kundërshtojë të tjerët. Përse do t'i kundërshtojë? Sepse dikush do ta gënjejë. Tani e dimë që për të gënjyer masandaj shkojmë, kur gënjesh, shkon në mëkat në shkeljen e ligjit. Mos ndoshta mëkati është doktrina e shëndoshë? Mos ndoshta heqja e ligjit të Atit që nga doktrina e shëndoshë? Po ju jap një doktrinë të mirë, thot fjalë të urta 4:2. Mos ma braktisni ligjin tim, thot Ati. Shikoj në ekran. Të njëjtën doktrinë të shëndoshë që ligji i mirë e mbron, thotë. E mbron në para Timoteut 4, vargu 8 deri në 10. Ne dimë, tha apostulli, tha po i thot Timoteus. Ne dimë që ligji është i mirë. Tani më njëherë neve marrim kuptueshmërinë tonë, ndërgjegjen tonë të pastër nëse e kemi akoma. Ligji është i mirë. Okej, një gjë të mirë, vëlla motë shqiptar.
Po e hoqë një gjë të mirë, ç'a ndodh? Çfarë merr? Me të keqen. Ligji është i mirë dhe i drejtë, ta si drejtë, po ta heqësh gjën e drejtë. Shtekun e drejtë. Rrugën e drejtë atati, ç'a ndodh? Merr rrugën e shtrembruar. Romakve 7 vazhdon e vargu 12 thotë, që është i veçuar ligji tia. Do thotë që nuk është i çfarë? Nuk është i njollosur hiqe gjën e pastër të veçuar, të shenjtë. Çfarë do marrësh? Njollosjen, shturjen. Çfarë të themi me? Ndërkohë, në Psalmin 25 thotë, ati Jahu është i mirë dhe i drejtë dhe i vërtetë. Ligji është i vërtetë, thotë Psalmi 119, vargu 142. Urdhërimet e tija janë të vërteta, vargu 151. Dhe shuma e fjalës së tija janë të vërteta, vargu 160. Në Psalmin 119 kemi gjë beslidhje të re, do me thënë ato vargje u hoqën. Shiko sa imi ndoktrinuar për vite me radhë, me denominacionet, manipulimet e satanit që ka bërë për vite me këshillat e ndryshme të Laodicejës, Nicejës dhe reformimet masandaj që ndodhen në 1600, duke futur dispensimin, ndarjen demonike. Do me thënë, kjo kishë që ecë në palishmëri që ka anulluar ligjin, qenë ka në rregull.